Bismillahirrahmanirrahim. Çastet e fundit të botës. Kur kafsha të flas para se të ndodh kiameti, pra dalja kafshës nga toka, ajo do të shpallë qartë gjendjen shpirtërore të çdo individi. Kush është besimtar dhe kush është jo besimtar. Ajo nuk do të gabojë dhe askush nuk do të mund ta mohojë atë që ajo do të thotë. Dhe abetul ard do të jetë një instrument i së vërtetës së pastërt dhe i drejtësisë hyjnore. Ajo do të vendosë një ndarje të qartë mes atyre që besuan dhe jetuan me drejtësi dhe atyre që mohuan të vërtetën dhe jetuan në kundërshtim me udhëzimet e Allahut. Kjo ndarje nuk do të jetë më teorike apo e bazuar në pretendime, por do të jetë e dukshme e shpallur nga një krijesë që flet me urdhër të Allahut. Ajo do të shënojë tek njerëzit në një mënyrë që nuk mund të fshihet apo të ndryshohet. Disa transmetime përmendin se Dabetul Ard do të shënojë fytyrat e njerëzve, duke i dalluar hapur besimtarët nga jo besimtarë. Në atë moment çdo mask do të bjerë, çdo mashtrim do të zbulohet dhe vërteta e brendshme e çdo zemre do të dalë në pa. Ky është fundi i mundësive për pendim, fundi i kohës së sprovës. Nga ai çast e tutje, askush nuk do të mund të zgjedhë më rrugën e drejtë. Ajo që është zgjedhur për gjithmonë. Dënimi ose shpërblimi do të jenë tashmë të përcaktuar dhe do të pasojnë vetëm shenjat e fundit që do të çojnë në ringjallje dhe gjykim të plotë përpara Allahut. Ky është një paralajmërim i fuqishëm për çdo njeri. Është një thirrje për të kthyer te Allahu pa vonesë, për të kërkuar faljen dhe për të ndërtuar një jetë me devotshmëri dhe pendim të sinqert, sepse askush nuk e di se kur do të vijë ajo ditë dhe kur të vijë nuk do të ketë më kthim pas. Besimtar, ju jeni besimtar. Kjo nuk do të jetë një deklaratë boshe, por një konfirmim i besimit të individit. Për jo besimtarët megjithatë, fjalët do të jenë të ndryshme. Ti je jo besimtar. Nuk do të ketë konfuzion as paqartësi. Fjalët e bishës kafshës nuk do të lënë asnjë vend për dyshim. Bota do të jetë dëshmitare e kësaj deklarate të drejtë për drejtë dhe njerëzimi do të ndahet menjëherë në dy grupe, ata që janë besimtarë dhe ata që nuk janë. Ajo që e bën këtë skenë edhe më të frikshme është fakti se bisha nuk do të flasë vetëm, por do t'i shënojë edhe njerëzit. Ajo do t'i shënojë fizikisht fytyrat e besimtarëve, ashtu edhe të jo besimtarëve. Jo besimtarëve do t'u lërë një shenjë të errët në fytyrë, një shenjë e refuzimit të së vërtetës. Errësia në fytyrat e tyre do të pasqyrojë errësirën në zemrat e tyre, të fortësuara nga vite të tëra mohimi dhe mosbesimi. Për besimtarët megjithatë bisha do të shënojë ballin me një shenjë ndriçues, një shenjë që do të shkëlqejë si dëshmi e besimit të tyre. Fytyrat e tyre do të ndryshojnë me një dritë që askush nuk do të mund ta injorojë. Kjo shenjë nuk do të jetë vetëm një simbol i besimit të tyre, ajo do të jetë një vulë hyjnore që tregon se ata janë në mbrojtjen dhe mëshirën e Allahut. Shenjat që do të lërë Dabetul Ard do të jenë një tregues i dukshëm i gjendjes së brendshme shpirtërore të çdo individi. Këto shenja nuk do të jenë të përkohshme, ato do të jenë të përhershme dhe të pamohueshme. E gjithë bota do t'i shohë këto shenja dhe nuk do të ketë asnjë mënyrë për ta fshehur gjendjen e vërtetë shpirtërore të dikujt. Nuk do të ketë më rëndësi kush je apo nga vjen. Ti do të njihesh për atë që je vërtet, besimtar apo jo besimtar. Teksa Dabetul Ard do të shënojë njerëzimin, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka përshkruar se si njerëzit do të fillojnë të shohin njëri tjetrin, jo më përmes emrave apo pamjes së jashtme, por përmes shenjave në fytyrat e tyre. Nuk do të thirren më njerëzit sipas lidhjeve familjare apo statusit shoqëror. Në vend të kësaj, ata do të thrasin njëri tjetrin, besimtar apo jo besimtar. Një ndarje e qartë që do të përkufizojë çastet e fundit të kësaj bote. Kjo ndarje do të jetë e prerë dhe e padiskutueshme, pa asnjë mundësi që dikush të ndryshojë çështjen e tij, pasi të shfaqur kjo kafshë. Teksa afrohet koha shfaqjes së saj është e rëndësishme të kuptohet rëndësia shpirtërore e rolit të saj. Kafsha që del nga toka nuk është thjesht një krijesë e tokës. Ajo është një shenjë hyjnore që zbulon të vërtetën. Nuk është një fuqi e mbinatyrshme apo e pakuptueshme. Ajo është pjesë e krijimit të Allahut dhe qëllimi i saj është të zbulojë gjendjen përfundimtare dhe të pandryshueshme të besimit të njerëzimit. Roli i kësaj kafshë është të bëjë të dukshme gjendjen e brendshme të njerëzimit, duke ndarë besimtarët e vërtetë nga ata që e mohuan Allahun. Kur të vijë Dabetul Ard, nuk do të ketë më vend për mohim. Njerëzit nuk do të mund të shtiren më si dikush që nuk janë. Shenjat në fytyrat e tyre do të jenë prova e natyrës së tyre të vërtetë. Besimtari do të njihen nga drita që do të ndriçojnë ballin e tij, ndërsa jo besimtari do të shënohet me errësirë. Skena do të jetë rëndësishme, sepse do të jetë kulmi një jete të tërë zgjedhjesh dhe vërteta do të dalë në pa të gjithë. Ky do të jetë momenti i fundit për njerëzimin. Nuk do të ketë më mundësi për të ndryshuar rrugën, as më shanse për të kthyer te Allahu, pasi kjo ka ketë folur dhe pasi shenjat të jenë vendosur. Njerëzimi do të qëndrojë i ndarë. Besimtarët do të qëndrojnë me dritën e besimit që ndriçon fytyrat, ndërsa jo besimtarët do të qëndrojnë në errësirën e mohimit të tyre. Fati i çdo individi do të jetë vulosur dhe bota do të mbetet në pritje të fazave të fundit të ditës së gjykimit. Dabetul Ard nuk do të jetë thjesht një ngjarje që do të dëshmohet. Ajo do të jetë një kujtesë e fuqishme për rëndësinë e besimit, për nevojën për të qëndruar të palëkundur në besim dhe për të kërkuar mëshirën e Allahut ndërsa ende ka koha.